Presidenti Donald Trump ka shkarkuar generalin Timothy Hoff, kreun e Agjencisë së Sigurisë Kombëtare dhe të Komandës Kibernetike të SBA-ve. Nuk është e qartë pse ai u largua nga detyra, por kjo vjen pas një takimi mes presidentit Trump dhe aktivistës së ekstremit të djathtë Laura Loomer. Sipas raporteve, zonja Loomer e ka nxitur Trumpin të shkarkojë disa punonjës, të cilët ajo dyshonte se nuk e mbështesnin agjendën e tij. Ajo postoi në platformën X se generali Hoff dhe zëvendësja e tij Wendy Noble, e cila sipas mediave amerikane gjithashtu është shkarkuar, kanë qenë pabesë ndaj presidentit Trump dhe kjo është arsyeja pse janë shkarkuar. Para se të raportohej shkarkimi i tyre, Trump u tha gazetarëve se do të largojë çdo punonjës që konsiderohet i pabesë. Ne gjithmonë do të largojmë njerëz që nuk i pëlqejmë ose që përfitojnë ose që mund të kenë besnikëri ndaj dikujt tjetër, tha ai para gazetarëve në bordin e Air Force One. Trump i bëri këto komente ndërkohë që po qarkullonin lajme për shkarkimin e të paktën 3 zyrtarëve të tjerë në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë. Presidenti nuk i konfirmoi emrat. Agjencia e Sigurisë Kombëtare referoi BBC-n tek zyra për marrëdhëniet me publikun e sekretarit të mbrojtjes për komente lidhur me shkarkimet. Shtëpia e Bardhë i tha më herët BBC-s se nuk komenton çështjet e personelit. Demokratët kryesorë në komitetet e inteligjencës së dhomës së përfaqësuesve dhe senatit, përfaqësuesi Jim Himes nga Connecticut, antar i lartë i komitetit të inteligjencës së dhomës dhe senatori Mark Warner nga Virginia, nënkryetari i komisionit të zgjedhur për inteligjencën në senat, zbuluan shkarkimin e generalit Hoff për CBS. Himes tha në një deklaratë për CBS se ishte thellësisht i shqetësuar nga ky vendim. Unë kam njohur generalin si një udhëheqës të ndershëm e të drejtë që ka ndjekur ligjin dhe ka vendosur sigurinë kombëtare në radhë të parë. Kam frikë se pikërisht këto janë cilësitë që mund të kenë çuar në shkarkimin e tij nga kjo administratë, tha ai.